Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim unë do risjell historinë e familjes Koxhaj. Për gjithë ju që i ndiqni live-et, e keni parë një 38 vjeçar me emrin Edi Koxhaj, i cili përpara disa jave ka qenë këtu në live më Odetën dhe ka treguar historinë e familjes së tij, se si gruaja iku duke akuzuar për tradhti, për braktisje fëmijësh. Por Edi u përball edhe me njerëzit e ish gruas, ndaj sot ka vendosur ish kunata e tij, ajo që është akuzuar nga Edi, të reagojë dhe të jetë këtu në live më Odetën. Por për gjithë ata që nuk e kanë parë momentin kur Edi denoncoi ish gruan për braktisje fëmijësh dhe për tradhti, unë dua t'jap një klip të shkurtër dhe rikthehemi. Unë kam 20 vjet me Almën me bashortin, i ka procesimit ka ik. Atje rrinte me i bërë motre, më shumë e bën me mua është se me motrën e vet. Çfarë të thoshte? Më shumë e bën me mua është i bërë motre se me motrën e vet. Ata janë rrugaç. Erë ditë ke shkolla, mi bërë tjetër me makina ne. Në shqit mi vetë anë fëmijët që goca 15 vjeç që i vjen zot ke shkolla, më ashtu mama e poshta. Unë i shkretë di që ta kanë modë, më digi motrën i korri natë. Arin dhe 3-4 net. Takon të atë tjetër njëni atje, ka pas ma para. Dohan 2 paketa në ditë, me shqit nuk linë të gjohë të vishpje. Me gjatë me qizë, me lëmë rejtë. Me pula, si që së linisht. Bamë një shkretin Greqi, nuk kam lonë të shovish për shabotin. Bamë Greqi, bamë punë të mëshët. Si të ma e fejtë. Ikte me të punë e motrës, 2 manatës vinte. Ke që kata, vetëm divorcin, 3 në hatë, poshte. Të 3 në hatë, të bëjetë, poshte, du të hatë pi, du të dalë, poshte, du vetëm jetë. E shumë këtë muaj. Ashtu ka në kalamet, nuk e du moka, nuk du të shohë me sima. E dëgjuam babajnë e 4 fëmijëve i cili denoncoi dhe akuzoi rënd bashkëshorten e tij. Ndërkohë që ai pas disa ditëve nga ky live u përball me 2 kunetrit, sepse Edi përveç bashkëshortes akuzoi dhe gjithë familjen e saj, kunatin, kunatën, gjithë familjarët dhe ata vendosën të reagojnë. Dua t'i jap disa momente kur Edi ka qenë përball 2 kunetërve, por dhe reagimin e tyre, kështu që e ndjekim dhe rikthehemi. Unë nuk kam ndërhyr kur në familjet ati. Unë kam ndihmu kunatën time në sajtën të bashkëshortes time si motër. Mu nuk ma nxej goja, sot ai që më ka thonë gruaja ime mu më shumë e bonte ai baxhanaku me mu, që nusja ime kur i gjon këto gjona është gjendje shoku. Ai është një pianet ordiner që ato e ka dhunus 20 vite me radhë. Ai ka marrë litarin të avarje të njëri. Ai e ka akuzuar të që ke bo fëmijë me tjerë. Ai ka thonë asaj kur të vinë motrat e tuja këtu, ti do ikësh nga shtëpia, që unë të kap motrën tënde. Ai ka marrë nusën time në telefon dhe ka ngacmu çfarë nuk i ka thonë. Ai i ka kthy fëmijët aq keq kundra asaj, sa nuk e ke idenë çfarë flasin ato fëmijë që janë minoren. Të betohem ty, që unë kur nuk i kam rënë qafë ti robi dhe nuk i kam bërë gjon më të vogël. Nëse kam ndihmu kunatën, e kam ndihmu kushdo qoftë, do ta bonte këtë gjë. Jam martu dhe me dashuri s'kam bërë dashu, kanë ky nuk ka punu një vetë se e maj vlezë nga Anglia. Ato që lek, kjo pasha, a e vetëm birra raki. Ky le që kënë ka ati u ka ato dashnore, ati që ka i gocë, e marta ka Greqia me lek. E la herë, iku javë, hajt, ju vu motrat mere, mos katroni familjen, do këthejnë, a kupton? Pasaj a i sa, vaj shpin, dalë, dajak. O e teta, i tam ka marrë qapë, ka kuj kom, ke policia, nuk ka lonë ke policia pa shku. Ky, a jivgu, a ne i tjetëri. Jo, të lutem, Edi, me këtë gjumë mos fol. A te ky ka kuj kom, të që ke policia, më ka bonë më gënë, më kanë dalë ka familja i ta. Ka dalë, më pëshet që ke? Ke kuj kom, më ke të kërru, më ke prukë bëlecin ke shpia, me që konatën me të gjimë, keni të të ru. Keni marrë qapë. Ju kam lonë zotin hak, o zot. I ropë që pi gjithë ditën këtë, edhe këtë, qau, i dhe këtaj. E mirë. Ardhën. Këta ishin 2 kunetrit e Edit, Edi Koxhaj, të cilët treguan me detaje historinë e kunatës së tyre me Edin dhe shkakun e divorcis, ku e akuzuan 30 vjeçarin se ai kishte ushtruar dhunë barbare ndaj nusës dhe ky ishte shkaku që ajo ishte larguar, por ky baba ka vendosur kundër edhe fëmijët ndaj nënës. Fëmijët janë kundër nënës dhe ata sot jetojnë me babain. Kunata e tij, ish kunata,
e ti, Suela, ka vendosur të reagoj, të jetë sot këtu live me mua dhe të regoj historinë e dhimbshme të motrës së saj, e cila është një betej me drejtësi shqiptare për të përfituar kujdestarin e 4 fëmijëve të mitur të saj. Kështu që hap dritaren dhe ftoj me njëherë Suelan. Të dalë, nuk jam e paftyrë, po them kaq, kam një fëmijë këtu. Suela. Sa jeta dhe e bura në gjumë. Suela. Di që është një i paftyrë. Ai është një njeri dhënues, ti nuk e din. Ti nuk e din këtë histori. Suela, më dëgjoj pak me Më thuaj, Odeta, ja ku jam me ftyrë, më thuaj, ha. Atëre, që të flasim sinqerisht. Jo, sinqerisht jam shumë e revoltuar. Po më dëgjoj. Ti nuk më prandime të përdal. Po më dëgjoj pak pra tani të lutem, më dëgjoj dhe do të dëgjoj me vëmendje. Ai po shërcir që ka marrë motrën time zvarr për ta therrë. Kur tregon ti nxjerrë atë gocën aty që Olivia, është Olivia. Edhe thon fjalë më të ulta për nomën e vet. Ajo ka një shenjë këtu Olivia, ka një shenjë këtu. Çka ka ndodhur? Mund të më shpjegosh çka ka ndodhur? Ka ndodhur që ajo është një njeri dhënues, Odeta. Po si ka mundësi që kur i ka marrë ato mbesat e mia këtu, nuk e ka marrë unë. Unë më mori motrën në telefon, se unë motrën time thjesht e kam mbështetër. Ajo se ka treguar dhunë asaj që ka hequr. E tregovi shumë vonë. Ne nuk flisëm ata, se ai nuk e lejonte. Ata janë fëmijë. Edhe mua nuk e di. Ata janë në duart e një dhënuesi, Odeta. A e kupton këtë gjë? Olivia ka një shenjë këtu dhe kam pisë motrën time kur unë e kam marrë, kur ai ndërsira, solli fëmijët poshtë. I solli. Më thuaj, Odeta, unë jam këtu. Suela, e di që... Ku ta fillojmë, Odeta? Ku ta fillojmë? Çfarë ka ndodhur me motrën tënde? Pse është divorcuar me burrin? Nga dhuna, e tepërt. Po të plasë sikur t'je motra jote. Ndatë shmë beso... Ne kemi 5 motra, Odeta, kemi një vlla. Edhe vlla im, arsyeja e vetme që nuk ka ardhur në Shqipëri është që nuk do, se ka 3 çuna, Odeta. Ka nusën, ka familjen e vet. Dhe ne nuk i kemi prindrit. E qartë, e kuptoj. Fatkeqësisht vjen një kohë që gjithi humbasin prindrit dhe është e rëndë. Ha, më thuaj. Suela, mua një gjë më habit. Gocat... Që ta habit, Odeta? Gocat, unë kam folur dhe janë kundra nënës. Por si ka mundësi që një gocë... Po të me, Odeta, më thuaj. Ti, thuaj. Thuaj e këtë gjë, ti. Je kundra nënës tënde, çfarë do që mund bëja ajo. Po, fëmijë si vën shpirti për nënën e vet. Po pra, dhe prandaj po të pyes ty si teze. Në momentin që ata fëmijë kanë parë dhunën e babait ndaj nënës, do ishin me nënën. Ata refuzojnë të jetojnë me nënën. Si ka mundësi? Se kanë frikë, Odeta, kanë frikë. O jo, Odeta, kanë frikë. Sepse unë Odeta, unë jam ajo kunata që dila dhe u zhvisha para atit. E rëndë. Dhe ai do dalë t'japi fakte për këtë. Unë ja ku jam. Unë kam folur dhe me bashkëshortin tuaj. Nuk e di nëse ju ka njoftuar. Nuk ka lidhje, ke folur edhe bashkëshorti im e ka ndihmuar si motër, se jam lutur unë. E qartë. Unë ka familjen time, kam dhe një vajzë këtu, Odeta, që po flen gjumë. E qartë. Ta po kisha ardhur në shtëpi e që në shko, unë iki në 5 mëngjesi punë. Edhe vinë, e loj punën në orën 3, shkoj marr vajzën, vi në shtëpi, ora 4, do kujdesem për vajzën. Dua të pyes ty si motër. Unë e dëgjova Edin. Edi më tregoi gjithë historinë. Si është një... Ma thuaj pak, se tregove historinë Edi? Ma thuaj, të lutem. A e ke parti tek live me Odetën? Ajo është. Jo, ajo është një gënjeshtër aty. Ajo është, atë version ai më tregoi mua. Unë nuk e di nëse është e vërtetë apo jo. Kush? Motra ime? Odeta, je gasme të shkojmë aty në Libashkatun ku ne jemi goca dhe të marrësh vesh që motra ime ka qenë 3 vite e martuar apo jo? Apo që është lidhur që në moshë 17 vjeç me Edin? Suela, unë dua të dëgjoj ty sot të më tregosh për Almën. Mund ma tregosh historinë e Almës dhe të Edit, ta dëgjoj një herë versionin tënd, se Edin e dëgjova dhe ti thua janë të gjitha gënjeshtra. Versioni im është ky. Unë jam motra e Almës. E kam emrin Ela. Dhe versioni, unë jam e vogla, po ti mund të marrësh të tjerat që janë më të rritura, ata gruan e Asiriut. Ajo se unë jam e vogla fare. E shtëpisë, e kuptoj. Edhe... Ku të ta fillosh historinë ti, Odeta? Si është njohura e me Edin dhe çfarë ka ndodhur në martesën e tyre? Këtë dua të di. Ajo është një me Edin e ka njohur vetë.
e njohur vetë. Me dashuri. Me dashuri, e kanë marrë njëri tjetrin, ai nuk e ka imi në dyart goca. Ai e ka imi një dhunues familjar. Dhunues që dhunon dhe fëmijët e vet. U martu pastaj, asa ta bën fejesën, nuk ngeli shazan, ajo me Vajza. Jo me vajzën. Me Xhevdetin. Se i kanë humbur 2 fëmijë nga kjo jetë. Kanë humbur 2 fëmijë. Kur lindi dhuna në familje, mes Almës dhe Edis? Ata janë marrë me dashuri, domethënë një dashuri të kalojnë në urrëtie. Kur nisi konfliktet Alma me burrin e saj? Alma, sa më ka treguar mua, ka pas gjithmonë konflikte me ata. Por nuk ishte kërkuar asnjëherë ndihmë në familjen e saj? Jo, siç e kemi siç e kanë, nuk po them siç e kemi, se sot ka ardhur një kohë që nuk duhet të tolerosh atë gjë. Po nga jeti Odeta? Me orgjin nga Skrapari. Nga Skrapari, siç e kanë vajzat e fshatit që martohen dhe nuk e tregojnë çdo gjë ashtu si duhet. E dashur, Që përjeton në familje. E dashur Suela, ti kur e ke marrë vesh që motra është e dhunuar nga burri? Nuk e kemi marrë vesh, e kemi marrë vesh të shumë vonë. Ne dinim gjendjen se ata nuk ishin shumë mirë nga gjendja ekonomike, Edi. Ato janë 3 vëllezër dhe vëllezëri ka më kise vetën Odeta. Më falë që pa them këtë, po ku kam pasë, do të tregoj këtë historinë. Kur ne, motrat e Edit, kemi ndërhy, motrat e Almës, kemi ndërhy me prish familjen Edit, nuk është as pak e vërtet, kjo gjë. Po këtë gjë e besoj unë. Po këtë gjë e besoj unë, se është Alma ajo që vendos. Sigurisht të besoj për këtë pjesë. Alma nuk do më dhe ka vendos vetë Alma, nuk e vendos ti. Edi këtu gabon kur akuzon gjithë fisin. Unë ja kam thënë këtë gjë. Që ti problemin e ke me Almën, nuk e ke me motrën e Almës, apo me kunatin, apo me familjen. Nuk kemi pas vetë për dhunën e Almës. Siç kam thënë, unë kam qenë larguar shumë në mosh 18 vjeç jam larguar, 17 vjeç. Kam ikë nga familja ime, edhe Alma ishte aty, si thash, ka pas lindër Xhevdetin. Fillimisht, po. Edhe ka ndodhur, nuk e di, ka ndodhur gjëra për këtu nuk jam shumë ndjeni. Po di që ka ndruar jetë. Po, ma tregoi Edi këtë që kanë sjellë një 6 fëmijë dhe 2 kanë ndruar jetë. Ka e flisim me Almën, kishte shenja në fytyrë. Dhe si shenja këtu. Si jam zirë, shenja dhune. Edhe i thoshëm që ke Alma, jam vrarë, thoshte duke për dru. Nuk tregonte. Nuk tregonte. Ose jam vrarë ke lopot, aty se ishim fshat, kishin lope kështu. Okej. Pastaj shenja e dhunës, kur e kuptuam ne që Alma kishte dhunën, e kam kuptuar në vitin 2018, siç thash, që Alma bëri çunin. Po. Leon, që e kam pas, ose ta me gocën time. Edhe ne kemi qenë larguar gjithmonë, unë kam qenë Gjermani, mua më vjen zorë dita me i thonë. Suela, ti e more vesh që motra dhunoi, ajo të ka ardhur. Okej, pastaj unë siç thash, fillova flas me njerëzit e mi, motrat e mia, flise me Alma, nuk i lejonte, as me mua, jo se kisha këto lloj problemesh, po as me motrat e tjera nuk i lejonte ai. Pse ishte? Alma s'ka pas telefon në herë njëtës vetë. Kishin goca, kishte fëmit para nënës me pas telefon. Ishte xheloz dhe nuk i linte telefon. Nuk e di çfarë ishte, jo xheloz, ajo është smur. Deta. Tani të llogari, unë fëmijën time me pas fëmia ime telefon nuk e lejoj. Edhe ka fëmia ime telefon, por e ka me orar, kur unë dua ta lejoj, 1 orë i fëmia ime në telefon edhe heq telefonin. Pastaj unë mos kem telefon dhe fëmia ime ta lejoj bashkëshortit, ke telefon, unë këtë gjë nuk lejoj. Kështu që Alma nuk fliste me ne, nëse ne do flisim me Almën, do flisim nëpërmjet Anës, Olivias, Besave. Leos. Jo, Leo dhe Luigi nuk kanë, po Ana dhe Olivias, ato Dalemi. motra ime ka qenë e fundosur aty. Dalemi tek momenti i fundit, kur motra iku nga shtëpia dhe të kërkoi ndihmë. Jo, nuk është momenti i fundit ky. Momenti, flisnim kështu gjithmonë, edhe unë kur kam qenë, si thash, në Gjermani,
edhe ndihmoja motrin time, se ajo kishte nevojë, se Edi nuk punonte, Odeta. Ai ka treguar që vinte në Greqi emigrant dhe ka akuzuar armën që ajo i prishte lekët. Rinte as 15 ditë, as 20 ditë, punonte që shkonte në kohë e qershive. Punë sezonale. Po. Punë sezonale dhe kur vinte për Shqipëri nuk vinte te motra ime. Po mushte thasët me qershia, me vaj ullirë dhe i çonte, nuk e di nga i çonte. Këtë nuk mund ta zbuloj unë, i kam marrë vesh nga njerëzit, nuk më intereson këto janë apo jo të vërteta. Por që kur ikte Edi për Greqi, familjen e lindte poshtë, edhe familjen aty ka marrë motra ime, Odeta. E ka marrë sa ka motra ime, ku ka ardhur vitin e kaluar në gusht, nga fundi i korrikut ka ardhur motra ime te unë. Edhe e kalon shtëpinë plot aty, Odeta, me patate, me fasule, me gjitha ushqimet. Me çdo gjë se i punonin krahët e asaj. Edhe me dhunën që ishte, edhe Edi kur ikte në Greqi, e linte shtëpinë bosh. Ai thot cigare, është turp sa pish cigare? Jo, unë e konsumoj cigaren vetë. Të bëf mirë. Jo, mirë, nuk është gjë e mirë, është. Okej, na bën keq për shëndetin, por nuk ka paragjykimi pse pi cigaren apo pse. Ose po e flasën që Edi nuk ka punuar, Edi punon, të shkon aty, Edi është një për mua është dhunues barbar. Barbar, Odeta. Po pse nuk është në burg ai për këtë dhunë? Që nuk është në burg. Po, se më habit. Në vitin 2018 ai shkoi interesohu dhe i ke transime, motra ime i ka me letra, edhe me fotot e dhunës që ai ka të ruajtura. Jo, prit. Kur thosh ai ora 12 e natës që ore, ato janë Kujsa janë si mundet e se janë njëri ka shumë gënjestra, Odeta. Ti, unë, jo thash motra ime dhe unë po dal aty edhe do ashtu për motrën time. Ti e mendon që një femër mund t'jetë ka shumë e poshtër për fëmijët e vet? Ajo shumë i neveritshëm si njëri. Suela. Po kur na kanë rrethuar rrethanat, i kam ulë të lutem, nuk mund të sillesh kështu me bashkëshorten tonë, nëse ti ke ato tujat Dilas, shfryj, po jo ke bashkëshorta jote të ushtrosh dhunë. Kjo është e rëndë, nëse kjo është histori e vërtet, kjo është e rëndë, ai duhet të jetë pasekur atë. Kjo është e vërtetë, Odeta, nuk gënjej. Ai duhet ishte në burg. Dhe ai është i lirë. Nuk kam arsye pse të gënjej. Suela, dëgjoj. Kur unë dëgjoj një audë. Se vetëm kaq, Olivia ka një shenjë këtu, edhe i kam thënë motrës time kur erdhi për ta dërguar arsyen. Kur erdhi ai thash, nuk e kisha kisha vite që nuk i shifja, isha larg. Edhe i kam thënë Alma, po Olivia ku është vrarë këtu? Ela tha, Olivia kur ka qenë 5 muaj, sa imagjino, isha duke i dhënë gji. Motra ime ka hëngur dhumë se fëmia pa dashje ka futur 10.000 lekë në sopë, si është fëmijë, edhe motra ime ka hëngur atë fshesën kokës dhe i ka plas gjaku. Unë nuk i kam me fakte. Por të vetë, unë po them çem ka thënë motra ime. Edhe i kam parë dhe do të tregoj se jemi këtu tani. A di se ti ka mal më saj, ti nuk e ku shkon, se ti për nuk e ke gjallë. Edhe unë të pres dur dhe kom ty, ti s'ke ku shkon. Edhe kur ai po fliste me Alma të video që është hedhur atë në YouTube që thoshte qesa dhe thoshte ti nuk je baba, ti je një i pa ftyrë, i thoshte, edhe me të drejtë, një njeriu që e meriton mund t'i thush i pa ftyrë. Mund t'i thush çfarë shpirti jot ka heq. Edhe unë zërim aty ku them, nuk e kam më marrë motrën time, se e kam duart e mia. Se motra ime ishte me mua. Edhe ai nuk po përcjellte dot faktin ku ishte motra, ku ishte gruaja e atit. Se thotë ti s'ke non, s'ke bab, motrën e mërtuara. Unë për motrën time. Kjo është budallik se ajo vërtet s'ka prit, po ka një familje të madhe, kjo është budallik. Po pra, jam unë, jemi 5 motra dhe një vllap vetëm e kemi. Suela. Edhe i kemi qëndruar pranë, Odeta, edhe kur thot ai që i mori Alma fëmit, edhe s'kisën me hungur, kam vojt unë.
çovi vllai lek, se dhe unë jam këtu me qira, punoj si stash me 5 mëngjesit, bëj sakrifica për fëmin time. Sigurisht. Nuk i kisha mundësi, po na ndihmoi vllai. Edhe i kam i mori një shtëpi të madhe, sepse mori fëmijët. Erdhën fëmijët, ai çoi me qëllim. Ti nuk e di ç'm bonin mua, ata mua më çonin. Unë isha duke i mbështetur, më dhimsten. Po sigurisht se jetezja. O zoti i madh, unë atje kam menja. Por ç'a ndodhi? Pse ikën fëmijët? Pse ikën fëmijët? Për të tregojmë këtë, edhe kur ka thënë ai që ajo nuk u gatu punta, kam vetëm unë vetë me motrën që i marr ushqime në market. Ka mu shtëpinë plot, si kishin parë ndonjëherë ato gjëra. Si kishin parë. U ka marrë, i thosha vetëm anës ajo e madhja është ajo. Kur them që fëmia nuk tregon sepse ka frikë nga ai njeri, i thosha Ana, hajde tu këtë tezë, pardon, çfarë kështu? Ata më rrinë mua se kishe fut ky atë gjë. Në kokë, që tezët, pa e bëjnë këtë gjë. Edhe se po merr që duhet, edhe ka më shtëpinë plot. Edhe ku e çum se normal se unë kam familjen time, edhe 3 ditë tani të motra me mua. Kur ka ardhur, më ka marrë në telefon, më ka thënë Jo, unë dua të di që pse Ka shumë gjëra jashtë, nuk di ku të filloj dhe ku ta mbaroj. E qartë, të kuptoj dhe ngarkesën emocionale. Suela, ti e ke motër dhe mund ta mbash 3 ditë, 1 vit, gjithë jetën, kjo është normale. Por që mund ta mbaj. Me mbështetje dhe patjetër. Me çfarë do të ketë nevojë. Po patjetër, se edhe unë kam motër. Nëse motra ime ka nevojë për ndihmë, shpirtin do jap. Unë këtë gjë e kuptoj shumë mirë. Jo shpirtin, po të jap dhe jetën. Unë këtë gjë e kuptoj shumë mirë. Edhe jetën të jap. Por ajo që unë dua të pyes. Me motrën duke i marrë vesh më vonë që ajo ka hequr, edhe duke i parë edhe me fakte. Edhe me prova janë këto gjëra. Suela, unë dua të pyes. Por pse ndeti 20 vjet motra jote në këtë martesë? Si sa pasë deta? Si që bëjnë gratë shqiptare? Se kjo është e tmerrshme, nëse Edi... Si që bëjnë gratë shqiptare, çdo... Unë uroj që fatin e motrës time mos e ketë kush, por që nuk duhet ta lejojmë këtë gjë. Nuk duhet ta lejojmë. Vetëm ai, nëse ti mundesh ndjerë futë live-at edhe ai nëse ka ftyrë përgjigjet të këon. Edhe të më thotë kur unë jam zhveshur aty, kjo është një gjë që ai pretendon që Alma e ka tradhtuar dhe ky ka qenë burimi i konflikteve tona. Me kë ka tradhtuar Alma atë? Sipas atit, me persona aty në fshat ku jetonin. O, sa gjë shpifër është kjo. Unë po ta tregoj gjë. Suela, unë jam vetë grua, jam vetë nën, jam vetë femër dhe mua më vjen keq për gratë e dhunuara. Sinqerisht. Më vjen keq për ata fëmijë që janë ndarë me nënën dhe janë mbushur me urrëtie nëse është kështu. Se është e dhimbshme, a? Jo, e mbushur me urrëtie Adeta. Hajde, do ti thua unë po flasim motor me ty, edhe unë po flasim motor. Do të shkojmë nesër, unë e loj dhe punën. Para kësaj gjë nuk më intereson asgjë gjë, edhe ikim aty në shtat bashk. Ti vetë si teze. Ikim në shtat aty. Ato duan vetëm një kamerë të fshehtë. Ose kamerë, tani nuk e di se e bëjnë jetën Adeta. Vërtet e kam. Po shkem sot e ti pyesën për Almën. Por Alma sa kohë ka pa folur? Ose në fshat tim, ose... E qartë, e kuptoj. Alma sa kohë ka pa folur me fëmijët? Alma, gjithmonë kam ekzistuar për fol me fëmijët, po sa ka arrit këtë gjë. Po flasim, ti ke thonë që kur ka qenë momenti i fundit që Alma ka ikur. Po, e kam pyetur Edin, tek ai live-i, po. Kur e ka marrë vesh që jo unë, edhe motrat, edhe vllai që e kemi mbështet, Alma bëri një gabim Odeta, që nuk e denoncoi. Si thas, e ka denoncuar në 2018-ën, edhe ka tërhequr për fëmijë që kishte 4 fëmijë, ka qenë qendër rehabilitimi, kështu qendër shoqat, te gratë e dhunuara. Ke gratë e dhunuara, edhe ata e kanë mbështetur shumë.
Edhe si përfundim, tha, mendova për fëmijët edhe e fala, tha. Ky është gabimi që nuk i falet. Ky është gabimi ke njerëzit që janë të dhënuara dhe thonë ku po shkoj ose ç'po bëj, kjo është askush mos ta bëj këtë gjë, se ja ku arrit motra ime, sa që nuk mundet dot të flas as me fëmijët e vet. As motra ime është në një gjendje, o zoti më, nuk e di. Jo në një gjendje kështu. Budalla, apo se ka thonë ai ka nevojë për vizita, për psikologë, jo. Motra ime vuan për fëmijët e vet atë gjë. Është normale. Edhe si kam shkruar në Instagram që ka kap avokat tani, sepse në polici, në gjyqtar, në për gjykata nuk ka parë asnjë lloj kështu. Sepse ai, nuk e di, nuk dua ta akuzoj Edin. Parti erdhi vaj nga Anglia. Po. Edhe se them unë, me gjitha gjëra që motra ime ka me denonci, me krejta, kam qenë dhe unë polici, të tregoj dhe momente kur thot ai që atë husnin, shkon, ai nuk e linë të shkon, ai nuk e linë të vinde këna. Unë, për të qenë sinqer, Suela, ai thot Edi që unë fëmijët nuk i pengoj, le të shkojnë të takoj nënën, por ata nuk duan. Po pse nuk duan ata? Kur fëmija, se më ka treguar Alla pastaj, unë e Odeta isha në Gjermani, edhe flisja me Almën. Më vonë, si thash, ajo ka treguar shumë vonë dhunën e vet, edhe flisja me Almën kështu, më merrnin goca vet. Edhe flisë me tete që bën kështu, dhe gjithmonë e kam ndihmuar, ajo kishte burrin. Po kur kishim dasmë me gjëra kështu familjare, Almës i dërgoi unë lek, kur isha në Gjermani, sa ti ishin mosit. Edhe ky si thash, me periudha shkonte vinte në Greqi, edhe kur shkonte vinte lek edhe i prishte kur motra ime s'ka pa lek nga ai, sepse motra ime i ka me fakte, me foto, se i ka pas duar, dhe si ka qenë dhënuar nga ai. Edhe e thasha, okay, do shkonin, kishën dasma kështu, u çoja unë, u dërgoja lek. Edhe e kisha marrë vesh për dhunën, kështu dhe gjithmonë fliste, thashta, Alma, po me Edin, si po shkon? Mirë, më thashta ajo. Edhe ka qenë Ana dhe Olirin, ka thotë, jo Teza, nuk janë mirë. Sepse babi mbrëme ka rraf mami shumë keq, tha. Goca. I thashëm, pse, Ana? Po ti ç'e bëni, thash? Okej, kështu e kur flisem me Almën, pastaj thashta, jo, po ti ç'e bën, po ç'të bëj me Teza? Pastaj mbasi ka ardhur motra këtu, i kam thonë, o Alma, po goca ç'e bën Nela, tha. Ndërhynin edhe ai merrte i përplaste për murt. Ana sa herë ka qenë në nxime, edhe kur më fliste motra, e thasha, boll Alma, boll. Sa herë Ana thoshte, besoj se ti ka treguar idemë të fëmijëve se pe përmend. Kur vinte ai në shtëpi thoshte edhe më vërsu që më i hisë Ana, ai e merrte përplasje për murt, unë u kthesha mos te fëmijët. Edhe ikte fëmija tha strukshë edhe Kjo është e tmerrshme, është e pafalshme. E pafalshme, edhe unë anështë nuk ja falë, edhe ja kam thonë, edhe tani që ai që i ka këtë probleme, them, motra ime, e ke vetë nga koka jote. Por, Alma duhet shëndar që më herët nëse ishte dhunuar në të lloj forme, nuk ka torturuar veten e saj, ka shkatruar dhe fëmijët mbi gjitha. Janë shkatruar, janë shkatruar, fëmijët nuk kanë fikën e edukat. Ai, me sa kuptoj unë, Suela, me sa kuptoj unë, ai thot, unë vazhdoj ta dua Almën dhe i kërkon të rikthehet Alma në shtëpi. Të vetme gjëra që kam gjuar më mbrapa, mas njerëzve, nuk dua të flas me gëjdhënat e njerëzve. E qartë. Ka thonë që vetëm duan vjen një herë këtu se do ta vras. Do ta vras me duart të mia. Se sa nuk e pranon faktin, Odeta. Nuk e pranon faktin. Po të them që Alma e ka lënë. është larg takit.
Alma nuk është në Terezi, sepse Jo, po është normale. Është normale që me gjithë histori që po tregon ti për Almën, normalisht ajo është e ngarkuar psikologjikisht, është me trauma. Është kjo është normale. Gjithsesi, Suela, mua më vjen keq, sinqerisht. Një gjë tjetër për të punën e të çapës që thoshte ajo ty. Puna e të çapëve ka qenë kur erdhën fëmijët këtu dhe u morëm në shtëpi, edhe aty ka kamera, aty ka shtëpia, ato kanë qenë miqtë që e njihnin, kupton, në mënyrë urgjente se do vinin 4 fëmijë, duhet t'i strehonim. Se i them në mënyrën që ky i sjell poshtë ishin planet e këtij. Edhe fëmijët të bëjnë si u thot ai që kanë frikë, kupton? Edhe u marrim shtëpi atje. Edhe shkem të shtëpia e paguajmë na. Nuk e mbaj mend sa kemi marr, por që aty ka kamera, që thot ai shkonte Baxhanaku, 5 mëngjesa, nuk e di çfarë orë thot ai. E marrim atë shtëpi me mobilë, por në kuzhinës nuk ishin. Edhe shkojtë motra dhe i them motrës që shkovim çfarë duhet, ç'ës duhet, i them duhet tigane, uluke, ja marrim çdo gjë. Edhe çarçafet, që thot ai çarçafet roza, ti fiksot, ajo që smur me dorë. Edhe duheshin nëse kishte motra dhëmë për fëmijët, dhëmë e gjumë, siç është një shtëpi. A nëse kështu? Nuk isha as çarçaf, as pika se gjotë, të bëjmë listën e ndarë, që duheshi. Edhe i them, unë nesër ikëm 5 mëngjesit, kështu që i them bashkëshortit ti marri, se kam një market këtu poshtë, i ka të gjitha gjëra. Është qartë, do me thënë që t'ja blite t'ja çonte, e kuptova idenë. Po, edhe i marri, i shkruajnë letrën ato. I shkruajnë letrën dhe të lutem merr këto gjëra, dhe thonë se ka nevojë, se kishte fëmijë të gatunte, të bonte. Dhe ai e përdor tani për qëllime të tjera pjesën e çarçafit. Ata i merr lugë këto gjëra dhe shkon atje thotë Alma, merr të telefon e mal. Thotë këtu janë vetëm 2 palë çarçaf, 2 palë, kanë qenë një palë blu, një palë roz. Thotë ti, janë 2 palë çarçaf, se për fëmijët i merr. Për fëmijët kishte, për fëmijët me ngjyra, me kështu edhe i merr për fëmijët. Janë 2 palë çarçaf, thotë roz është çfarë ngjyre i do. Ai thotë kjo femër roz. Kjo është normale. Edhe fëmijët e kanë djuar këtë gjë. Po kjo është normale. Atë nuk e di pse e përdor këtë pjesë tani tani. Edhe burr, bashkëshortë imi merr gjithë çaj, duhet një çan. Edhe këtë se do atë çaj i përdor tani. Ne të përdorin, nuk më intereson fare. Suela, ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt. Ju uroj më të mira motrës tënde Almës, sinqerisht më vjen keq. Uroj të bashkohet me fëmijët. Odeta, shpresoj me datën 22 që motra ime ta marrë të drejtën e vet. Uroj. Po nuk e di çfarë do. Do mbetemi në kontakt dhe uroj të bashkohet me fëmijët, sinqerisht, ta them me zemër këtë gjë. Shumë faleminderit. Mirë të dashur miq, e dëgjuam edhe këtë motor e cila tregoi jetën e vështirë të motrës së saj, të dhunuar prej 20 vitesh nga bashkëshorti dhe ndihma që ajo i ka ofruar, por në një farë mënyrë ai ktheu edhe një përgjigje të gjithë akuzave që ish Kunati ngriti përpara disa ditëve këtu në live me Odetën. Urojmë që të bëhet më e mira dhe gjykata do vendosë më të mirën për ata fëmijë sigurisht. Kemi ardhur në fund edhe për këtë live të dashur miq, unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.